E tash një detaj që më ranë në sy më rom, që ishim të hongër darkën edhe menyja ishte në gjuhën shqipe. Asnjëherë greket gjuhën shqipe se kanë fut në meny deri më duket deri në liberalizimin e vizave të shqiptarëve të Kosovës. Sa për shqiptarët e Shqipërisë që janë deri në 600.000 apo s'di sa 1 milion, sa shqiptarë këtu. Asjes s'ju ka, si themi kështu në gjuhën popullore, s'ju ka hongër për me fut menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Shqipërisë. Sa po u liberalizuan në vizat e Kosovës, e futën menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Kosovës, pasi sipas këtyre janë vizitorë shumë të shpesh dhe vinë shumë shqiptarët e Kosovës për ta vizituar Greqinë. Prandaj edhe kjo është një arsye që është futur menyja shqip. Vazhdojmë tutje. Tash po të kishte qenë deti në Shqipëri kështu, do kishim thonë ja në shqiptarë s'bëjmë njerëz kurrë. Po ja që edhe në Greqi e njëjta gjë. Që Greqia është Evropë dhe realisht nuk i ka lezet me pas të gjona kështu. Ja shikoje sa pa lidhje dhe sa gjunaf në fakt. Deti i Selanikut tjetë në këtë gjendje këtu ku kalojnë mira njerëz është shumë keq. Shumë keq. Edhe nga ana tjetër kështu. Ja edhe nga ana tjetër. Kjo mund të vinë ndoshta nga mbetjet apo djegjet nafta e anijeve, mirë po çfarë do që tjetë është shumë e pa rregullt.